Puna parë ka qenë në IRC, International Rescue Committee, një zyre që i ka resettle, që i ka strehu, i ka marrë imigrant dhe neve po ashtu, refugjat, edhe neve po ashtu. Po para se me fillu me tregu për atë punë, shpresoj që do të shërbejmë pika shkurta të ata që janë më të ri dhe ndihen ka njëherë që nuk kanë fat në jetë, kur nuk dihet ku është hajër që themi ne në Kosovë. Punë e kom qilë lutjen, fillim menherë bas 2-3 javë, s'kum dosh më konë ngarkes famderës, për vllazëve që seka dhe për motrave shumë, Sadit, Sevdit, Dinos, Niki dhe so forth, unë jam shumë e fat që i kum pas këtu. Po nuk desha më konë barë për ta dhe shkova e qita lutjen Lucky Store, është një farë store se dia ka të ju në Boston, po të na në San Jose, Kaliforni ka pas, që për shikushit dyqani madh si vetë shërbim, albe apo tjertë. Për mi shty këto kolicat, e ushqimet. Thash, so what, që jem juriste e Kosovës, kërkushin nuk jena na, do të me punu e arë në gërbe, refugjate. Nuk më pranun, tha nuk pëdin gjuhën mirë, qa shu dëshprova, mas 2-3 javë në Amerikë, shumë dëshprova. Po kishte qenë hajrë, hina në punë në IRC, në organizatë që e ceka më herët, në zyrë, ishte mirë normal, për me ndimu refugjatëve të Kosovës, ma dhe ajo ma dha një farë motivime që me vazhdu. Kur thom në zyrë, në ofis, nuk është që njerëz që punon në zyrën ma të ngritur se tjerë, po ka qenë më duket një hajrë që ma dhe vazhdova rrugtimin tim për në shkollë edhe kështu me radhë. Po që ka qenë puna ime parë.